Përshëndetje, zoti Panariti, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Jam kohë të cilësova faktin që ju jeni kreu i diplomacisë shqiptare, njëra zgjedhje politikan pjesë e Lëvizjes Socialiste për integrim, sepse kur dëgjon mesazhe që vijnë nga faktorë ndërkombëtar dhe përfaqësues të tillë si zoti Kukan apo zoti Fyle, por kush e edhe planin e dëndur, pse jo, në Shqipëri, të këtyre personaliteteve, por edhe të tjerëve, duket se këndvështrimi duhet të jetë i dyfisht nga syri i diplomatit dhe i politikanit. Duhet ta shohim një prezencë pozitive, zoti Panariti, apo një prezencë e cila duhet na bëjë të mendojmë se diçka nuk shkon? Kjo është padyshim një prezencë pozitive, duhet parë me këtë sy, është një vullnet i Komisionit Evropian, posaçërisht i komisionerit Fyle, po edhe i zotit Kukan, për të kontribuar në avancimin e procesit të reformave integruese të Bashkimit Evropian dhe padyshim pavarësisht se kemi të bëjmë me një përsëritje të mesazhit të tyre për gjetjen e gjuhës së kompromisit, për instalimin e kulturës kompromisit midis forcave politike, për të votuar padyshim ligje të rëndësishme, të cilët janë edhe pjesë e rekomandimeve të progres raport të Komisionit Evropian. Dhe aq më tepër për të përballuar në mënyrë dinjitoze dhe me sukses sfidën e radhës që janë zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, këto padyshim janë mesazhe që i drejtohen jo vetëm politikës shqiptare, se ju e vutre që formati i nuk ishte i tillë që mesazhi i shkonte politikës shqiptare, po shoqërisë shqiptare, aktorëve të shoqërisë civile, pasi procesi i integrimit evropian nuk është vetëm domeni i politikës, por është çështje kombëtare, është çështje interesave të gjera të Shqipërisë dhe të popullit shqiptar. Për te aspiratës së integrimit dhe përpjekjeve në këtë drejtim, kjo prezencë dhe këto mesazhe sa lidhen me qëndrueshmërinë ose stabilitetin politik në vend në këtë prag zgjedhjesh? Unë mendoj që është sfidë e shoqërisë, e politikës shqiptare për të organizuar zgjedhje të lira dhe normale, dhe kur kam parasysh këtë, natyrisht i referohem edhe mesazheve që vijnë nga komisioneri Fyle, po dhe nga zoti Kukan, por edhe natyrisht edhe qëndrimit konstant që Komisioni Evropian ka pasur në raport me procesin integruese të Shqipërisë Bashkimit Evropian, përfshirë dhe procesin e organizimit të zgjedhjeve të lira, ne duhet kemi parasysh një fazë parazgjedhore, ku të gjithë faktorët politik duhet të bëjnë që është e mundur që faza parazgjedhore të zhvillohet normalisht. Qeveria shqiptare në mënyrë sistematike ka kërkuar që vëzhgues nga organizatat ndërkombëtare të jenë prezent për të vëzhguar procesin parazgjedhor, po dhe atë zgjedhor dhe pasgjedhor. Unë mendoj që sfida kryesore qëndron tek aktorët politik të vendit, të cilët në radhë të parë duhet të falin besim tek organet e administrimit të zgjedhjeve, duke filluar që nga Komisioni Qendror Zgjedhor, i zgjedhur dhe i formatuar simbas kuadrit ligjor të vendit, dhe natyrisht dhe komisionet zonale, të cilët do të jenë të vetmet organe që do të jenë përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor. Në këtë mes duhen dekurajuar të gjitha të zëra apo thirrje që bëjnë thirrje për struktura paralele të monitorimit apo të kontrollit të votës. Unë mendoj që shteti shqiptar ka organet e tij të ligjshme të administrimit, kontrollit, procesit numërimit të votës, dhe të dy faktorët kampet kryesore të politikës duhet konvergjojnë, që të falin besim dhe të njohin pikërisht Sa besim mund të falet, zoti Panariti, në momentin kur vetë ndërkombëtarët më herët, por edhe aktualisht, thirrjen kryesore dhe vërtetën kryesore kanë pikërisht për institucioni që administron zgjedhjet në Shqipëri, duke i thënë duhet jeni të pavarur dhe të mos ndikoheni politikisht. Këto janë paralajmërime jo pa shkak apo jo? Unë mendoj që organet e administrimit të zgjedhjeve, Komisioni Qendror Zgjedhor, është zgjedhur brenda kuadrit legjislativ të Republikës së Shqipërisë, sipas një konsensusi të arritur nga grupimet kryesore politikës, ata janë produkti i politikës, kështu që përjedhoj a priori besohet dhe kërkohet që të kenë edhe mbështetjen dhe përkrajjen e të dy kampeve të politikës. Unë mendoj që kjo duhet të bëhet e qartë që në fillim nga faktorët politik që ata njohin dhe falin besim të plot organeve të administrimit të procesit zgjedhor, si parakusht i një procesi normal para zgjedhor, po dhe ati zgjedhor dhe pas zgjedhor. Unë mendoj që kjo është edhe fizionomia e një shteti normal, serios, i cili i nje dhe respekton të organe. Ne nuk kemi pse të krijojmë modele sui generis. Praktikisht në të gjitha vendet e rajonit, në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, si pikë referimi janë organet e administrimit të votës, të cilët natyrisht zgjidhen për konform një
akti normal legislativ të vëndit përkatës, dhe këtë ka bërë dhe Shqipëria. Ndërkohë, kur ndërgjojmë për fat keq akoma nga aktor politik, të cilët kërkojnë që natyrisht të mobilizohen ku e diun dhe strukturat të tjera të cilët duhet vëzhgojnë dhe duhet kontrollojnë. Duket në një farë mënyrë që duar në këtë besim që ne duhet edhe me ligj t'ja dedikojmë organeve qendrore të administrimit zgjedhor. Kjo përsa i përket procesit parazgjedhor. Në procesin zgjedhor natyrisht pretendohet që dy palët të jenë të përgjegjshme. Në radhë parë, apeli nga dy grupimet politike duhet të jetë për një pjesëmarrje masive të votuesve në procesin e votimit, sepse siç është theksuar edhe shpeshherë nga Komisioni Evropian, rëndësi ka procesi i votimit më shumë se sa rezultati i zgjedhjeve, dhe ajo që u theksua padyshim edhe në këtë takim të sotëm është natyrisht edhe nga shumë eurodeputet të tjerë është bërë apeli që të dy palët të njohin rezultatin e zgjedhjeve, të legjitimojnë një proces zgjedhor. Kjo nuk presupozon padyshim mos bërjen e ankesave, këto janë padyshim pjesë e procesit, natyrisht për këtë janë edhe kolegjit zgjedhor, janë edhe gjykatat, por absolutisht nuk duhet të delegjitimohet procesi zgjedhor. Në këtë mes pritet dhe shpresohet që humbësi të pranoj humbjen, të uroj fituesin, sepse kjo do t'jetë, si që theksua dhe këtu edhe në këtë takim, edhe kriteri i pjekurisë, i maturisë së klasës politike shqiptare. Katastrofe quan në zonja Doris Pak në një intervistë për ABC News mundësinë e mosnjohjes së rezultatit nga palët politike në vend, katastrofë për politikën shqiptare dhe për integrimin e vendit. Thirrja kryesore dhe mesazhi kryesor si zotit Kukan ashtu edhe zotit Fyle, por edhe i përsëritur i zotit Sekui po ditën e sotme ishte padyshim të njihet nga palët rezultati i këtyre zgjedhjeve. Përse ky intensitet thirrjesh në këtë drejtim pas 23 vitesh demokraci, zoti Panariti, ka shenja paralajmëruese, ka sinjalizime se mund të ndodhë? Unë jam i sigurt që përgjegjësiria e klasës politike shqiptare nga dy kampet është e tillë që absolutisht nuk do të aplikojnë mekanizma të tillë obstruksionizmit apo të bojkotit të rezultatit zgjedhor. U tha me të drejtë, u bë apel nga këta faktorë të politikës ndërkombëtare që palët duhet njohin rezultatin zgjedhor. Duhet ta njohin radh parë sepse mosnjohja e rezultatit është në radh parë në dëm të interesave të Shqipërisë, por është kundër produktive dhe në dëm të interesave të drejt për drejt dhe atij që aplikon këtë instrument të bojkotit apo të obstruksionizmit. Pra është një rrugë e cila nuk të çon në asnjë lloj finaleje, të çon vetëm në bllokim, në prishje të imazhit të Shqipërisë, në dëm të interesave të popullit shqiptar dhe të Shqipërisë dhe proceseve integruese europiane. Në këtë pikpamje, unë jam i sigurt që politika shqiptare ka atë shkallë pikurie për të kuptuar që është tashmë koha për të mos i mendosh instrumentat të tilla si pjesë të një politike të përgjegjshme, por që palët të respektojnë rezultatin zyrtar që do të shpallet nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe duke respektuar atë dikush të pranoj të bëj rolin e majorancës dhe dikush të bëj rolin e opozitës. Nuk është dram të jesh në opozitë. Natyrisht luftohet për pushtet, por nuk është dram të jesh në opozitë, për arsye sepse edhe opozita në një sistem demokratik ka një rol shumë të rëndësishëm. Mund të ketë kontribute edhe më të mëdha. Dhe kontribute aq më të mëdha, aq më tepër unë do të thoja që veçanërisht në situatat ku ne po kalojmë dhe aq më tepër kur vetë sistemi zgjedhor pengon krijimin e majorancave të forta, roli i opozitës merr më tepër peshë dhe signifikancë. Është bërë qartë tashmë se pavarësisht shumë kushteve ose shumë detajeve që i jepen për atë çka Shqipëria duhet plotësojë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, duket se kriteri kryesor vjen të mbetet ai i bashkëpunimit politik dhe jo vetëm thjesht për integrimin, por edhe për funksionimin e demokracisë në vendin tonë. Bashkëpunim ose konsensus politik i pa arritur deri më tani, duket se mediatorët ndërkombëtar kanë dështuar në këtë drejtim, zoti Panariti, vetë politika shqiptare ose palë pjesë të politikës shqiptare, sa mund të kontribojnë në këtë drejtim? Meqense shpesh edhe ju e përsëritet, politika shqiptare ka vullnetin, ka aftësinë, ka eksperiencën për ta bërë, por ja që nuk e bën. Më lejoni të citoj komisionerin Fyle, i cili me të drejtë u shpreh që në vend kërkohet të krijohet dhe të instalohet në mënyrë sistematike kultura e kompromisit. Kultura e kompromisit midis formacioneve politike, sidomos për çështje të rëndësisë kombëtare, çështje të interesave të mirëfillta shtetërore, çështje të interesave të qytetarëve shqiptarë. Pra kompromisi pastër dhe jo pazar, sikur se jemi mësuar. Pikërisht pra. Kompromisi detyrimisht duhet të jetë pjesë konstante e një politike të përgjegjshme.
Lëvizja Socialiste për Integrim, formacionit të cilit unë i takoj, në mënyrë sistematike ka kërkuar për konsensus, për kompromis, veçanërisht për paketën e ligjeve të integrimit europian të Shqipërisë. Sa më tepër vonohet Shqipëria në procesin e integrimit, aq më e madhe është kosto që mbartet mbi shoqërinë shqiptare, mbi qytetarët shqiptar, si rezultat i pengesës avancimit. Dhe këtu bëhet fjalë për një kosto të mirëfillt, të mos përfitimit nga fondet që Bashkimi Evropian akordon në trajtjen e projekteve, që natyrisht kanë si parakusht marrjen e statusit vendit kandidat. Shqipëria përjashtohet padrejtësisht nga përfitimi nga projekte, për shembull Maqedonia me marrjen e statusit vendit kandidat ka përfituar fonde strukturore që shkojnë në masën 50 euro për banor. Pra Shqipëria padrejtësisht privohet nga një masë analoge asistence për krajen në trajtën e projekteve dhe bëhen fjalë për shuma të konsiderueshme. Kështu duhet parë kjo, për pos faktit që është edhe një leitmotiv i vetë lëvizjes demokratike në Shqipëri, hapjes Shqipërisë ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe populli shqiptar sot e kësaj dite është ndër vendet e pakta, në mos i vetëm në Bashkimin Evropian, që në mbi 90% përkra integrimin europian të vendet. Dhe ka një arsye për këtë, për arsye sepse populli shqiptar doli nga 50 vite izolacionizëm hermetik, si rezultat i një regjimi komunist, dhe e di se çdo thotë ti je izoluar. Dhe përridhoi nuk do përsëri të jetë në të njëjtat situata. Prandaj vokacioni pro-perëndimor i popullit shqiptar ka qenë, është dhe mbetet i patundur. Dhe politika shqiptare duhet të jetë e përgjegjshme dhe të mbajë mirë shënim në këtë dëshirë të paepur, të patundur, të palëkundur popullit shqiptar për integrim sa më parë në Bashkimin Evropian. Mirë, meqense erdhëm tek Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila nuk ka munguar në fakt me apelet e saj për bashkëpunim dhe kompromis politik, LSI gjendet diku në mes dy forcave kryesore të politikës në vend. Një pozicion komod në gjykimin tuaj, e ofertuar dhe mikluar nga të dyja palët dhe pasulmuar në këtë fushat elektorare politikisht, apo një pozicion që mund të jetë riskioz, sepse mund të dalë edhe blof apo jo? LSI nuk ndodhet as në mes, as në anë. LSI ndodhet në krah të interesave kombëtare, interesave shtetërore në krah qytetarit shqiptar. Dhe kjo është dhe leitmotivi i ekzistencës së saj në politikë, dhe kjo është e mbrojtur dhe në programin e saj elektoral. Prandaj ne nuk kemi absolutisht asnjë lloj fobie se kush do të jetë, se si do të investohen kapitalet tona elektorale, mbështetja jone elektorale, në cilën anë. Një gjë është e sigurt që përkraja jon nga qytetari, nga votuesi, do të investohet vetëm tek votuesi, në interesat e tij, në zhvillimin e Shqipërisë, në zhvillimin e ekonomisë, në rritjen e mirëqenies, në krijimin e vendeve të reja të fundit, të punës, në stimulimin e ekonomisë së vendit. Pra, përkraja popullore e cila na është akorduar, do të vazhdojë të na akordohet akoma më fuqishëm në këto zgjedhje, dhe ju do jeni dëshmitar në këtë. Si rezultati i politikës së përgjegjshme që në mënyrë sistematike Lëvizja Socialiste për Integrim ka ndjekur dhe vazhdon të ndjek në shërbim të interesave të qytetarit, në shërbim të interesave të vendit, duke qenë dhe forca dhe më patriotike, pasi pikërisht duke të kërkosh integrimin sa më parë në Bashkimin Evropian është patriotizmi i vërtet që mund të dëshmosh në raport me interesat e popullit shqiptar. Kështu që edhe përkraja jon popullore do të materializohet pikërisht në avancimin e proceseve integruese, në rritjen e mirëqenies, në hapjen e vendeve të reja të punës dhe në stimulimin në përgjithësi të ekonomisë së vendit. Zyrtar të lartë të Lëvizjes Socialiste për Integrim në këtë studio më herët kanë deklaruar se programet e shpalosura nga forcat e tjera politike deri më tani, duke u referuar atit Partisë Socialiste, se ai ka më tepër në shpalosje e sipër, janë programe elektorale dhe LSI nuk bën kompromis me programe elektorale, por me programe reale për mirëqenien e popullit. Nga njëra anë, LSI është pjesë e bashkëpunimit me Partinë Demokratike dhe një program politik dhe qeverisës në zhvillim, nga ana tjetër shpalosin një program i ri që pavarësisht se momentalisht konsiderohet elektoral, mund të jetë programi i qeverisjes së ardhshme. Si qëndron në fakt LSI përballë këtyre dy programeve? Zoti Panareti. Para, Lëvizja Socialiste për Integrim do t'i përmbahet deri në fund paktit qeverisës. Kjo është pjesë e lojalitetit që ne kemi dëshmuar si forcë politike në raport me paktet dhe me koalicionet që janë krijuar si rezultat i votës popullore që në është akorduar. Natyrisht ku flasim për Lëvizjen Socialiste për Integrim
në qeverisje, duhet kemi parasysh që ne jemi faktor qeverisës, por nuk jemi vetë qeveria. Në këtë pikpamje, ne kemi kërkuar që pjesë të rëndësishme, dhe po insistojmë pjesë të rëndësishme të programit tonë elektoral të vitit 2009 të materializohen sa më shumë tjetë mundur në programin qeveritar, dhe unë mendoj që në pjesën të rëmuse ja kemi arritur qëllimit, padyshim neve kemi edhe vizionin tonë se si në qeverisin e ardhshme, pjesë të programit tonë elektoral të cilët ndofta nuk kam pasur mundësi për të materializuar siç duhet në kuadrin e kësaj qeverisë, sepse ne kemi qenë pjesë e një koalicioni, kuptohet, të mundet të integrohen akoma më shumë në shërbim të interesave të qytetarit dhe zhvillimit të ekonomisë të vendit. Dy boshtet kryesore të programit ton janë zhvillim ekonomik dhe rritje e punësimit. Në këtë mes neve i kemi edhe, si thuash, dy shtyllat kryesore të programit dhe gjithë programet e zhvillimeve sektoriale, qofshin këto të zhvillimit të sektorit të ekonomisë, të energjisë, të bujqësisë, por edhe të arsimit, natyrisht janë në funksion të këtyre dy shtyllave të programit, të cilët programi elektoral i LSI-s tashmë ndodhet në fazën e diskutimit me grupet e interesit. Në fakt, këto shtylla janë kryesorët, edhe në PS edhe në PD. Është bërë një përllogaritje se ku parafroheni më shumë? Këto janë interesat e vendit dhe interesat e qytetarëve, por këndvështrimet natyrisht ndryshojnë, se si do të arrihet në zhvillimin ekonomik dhe në rritjen e punësimit. Mbetet një paqartësi, zoti Panariti. E ka thënë zoti Meta, e thoni ju, e kanë thënë edhe të tjerë që ne i mbetemi koalicionit qeverisës deri në fund, sepse kemi një marrëveshje nga ana tjetër. Në muajin prill, Konventa Kombëtare e LSI-s duhet të vendosë se nga do të anoni. Pra, do të keni një koalicion parazgjedhor apo jo, dhe me cilën palë do të bëheni. Në rast se ju zgjidhni të kaloni majtas, si do të vazhdojë ky bashkëpunim deri në fund? E para, unë do të dëshiroj të theksoj që Konventa është pikërisht në prag të zgjedhjeve. Do më thënë, është gati një muaj e gjysëm para fillimit të fushatës elektorale, dhe unë mendoj që LSI-ja në mënyrë të përgjithshme, duke respektuar natyrisht forumet e saj, do të vendosë se si do dalë në këto zgjedhje, nëse do të jetë pjesë e koalicionit ekzistues qeveritar, nëse do të jetë pjesë e një poli të ri politik, apo në një opcion tjetër, gjithsesi kjo mbetet për të parë, unë më lejoni të theksoj që pakti jonë qeverisës do të vazhdoj deri në fund, duke zbatuar në radhë parë atë për cilën ne u bashkuam në qeverisje, interesat e vendit, por edhe duke i qëndruar natyrisht edhe besnik platformave respektive të forcave politike që formatuan këtë lloj koalicioni qeveritar. Zoti Panariti, Lëvizja Socialiste për Integrim në qeverisje përfaqësohet me 3 ministri nga më të rëndësishme, duke nisur që nga Ministria e Punëve të Jashtme, ajo e Shëndetësisë dhe ajo e Ekonomisë, 3 linja të cilat janë të anatemuara natyrisht nga ana e opozitës. Në fakt, sa do të fokusohet fushata juaj elektorale, programi, por pse jo, edhe karta juaj e këtyre zgjedhjeve në arritjet e këtyre 3 sektorëve? Po sigurisht, në mbetet elektoratit për sepse është një provë qeverisje. Padyshim, është provë qeverisje dhe në radhë parë kur dilet përpara elektoratit, dilet në radhë parë me atë që është arritur, dhe pastaj duke kërkuar votbesim për sfidat e ardhshme dhe për objektivat e ardhshme. Natyrisht, përsa i përket diplomacisë, të cilën unë kam nderin të drejtoj në emër Lëvizjes Socialiste për Integrim, diplomacia shqiptare ka shërbyer me koherencë interesave kombëtare dhe interesave shtetërore. Ju e dini që me kurajo, natyrisht edhe me dinjitet, ne kemi ngritur me përgjegjshmëri, por edhe me ngulm çështje të interesave kombëtare, çështje të interesave shtetërore, qofshin këto të bartura, qofshin këto që kanë të bëjnë me aktualitetin radhë parë me fqinjët tanë, duke kërkuar natyrisht mirë kuptim dhe bashkëpunim në adresimin e këtyre problemeve. Kemi mbrojtur interesat e bashkëkombësve tanë me kurajo, me guxim, sepse në radhë parë e kemi pasur për detyrë që buron nga kushtetuta që të ndodhemi pranë bashkëkombësave tanë, kudo që ata ndodhen, sa herë që ata mund të cënojnë në interesat e tyre si
minoritete apo si faktor shtetëformues aty ku ato ndodhen. Diplomacia shqiptare ka bërë këtë me koherencë, me vendosmëri, do të vazhdoj ta bëjë edhe në të ardhmen. Natyrisht, diplomacia shqiptare ka shpalosur edhe një fizionomi konstante edhe në dëshirën e saj të vazhdueshme për të bashkëpunuar me fqinjet, për të ndërtuar raporte miqësore, bashkëpunuese, jo vetëm me fqinjet, por edhe me vendet e rajonit. Ju e dini që unë kam qenë shumë aktiv në takimin e homologëve të mi në rajon, duke filluar natyrisht me Kosovën, kam pasur takime intensive, të cilët u kurorzuan edhe me nënshkrimin e protokollit të bashkëpunimit ekonomik, por takime intensive unë kam pasur edhe me homologun tim të Malit Zi, të cilin e kam takuar dhe herë tjera, po pata rastin për ta pritur në format zyrtar edhe në Tiranë. Së shpejti do të shkoj për një vizitë zyrtare në Maqedoni, që do të ndodhë në 10 ditën e parë të prillit, për të inkurajuar natyrisht proceset e konsolidimit institucioneve demokratike dhe të bashkë ekzistencës dhe të bashkëqeverisjes midis dy faktorëve kryesor të shoqërisë maqedonase, faktorit shqiptar dhe faktorit maqedonas. Kam pasur një diplomaci shumë aktive dhe me shtetin grek, padyshim duke pasur vullnetin për të avancuar përpara proceset e bashkëpunimit, natyrisht duke mbajtur edhe një qëndrim ton në raport me shumë çështje që barten nga historia, po dhe çështje të aktualitetit dhe duke kërkuar një frym bashkëpunuese dhe mirë kuptimi me palën greke, dhe mendoj që edhe këtu janë bërë arritje të qëndësishme. Përsa i përket procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, unë nuk jam lodhur kur, madje edhe nga kjo studio, vazhdimisht kam apeluar ndaj palëve për të votuar 3 ligjet, për të mos krijuar kauzus belli të cilët mundet pengonin procesin e votimit të reformave. Për mua ka qenë një absurditet i pastër që mbas një kompromisi të gjetur për votimin e ligjeve të rëndësishme që kërkonin 3/5, që ishte ligji për reformën zgjedhore, ligji për heqjen apo kufizimin e imunitetit për gjyqtarët dhe funksionarët e lartë, ky proces ndaloi. Ku shtëzua me një problem tjetër, i cili për këndvështrimin tim nuk kishte ndonjë lidhje organike dhe që për fat keq edhe u harrua. Menjëherë mbasi procesi nuk u avancua, nuk shikojmë tashmë palin që ngriti që ta artikulojmë një proces, gjë që më bën mendoj që ishte vetëm një artefakt, një kazus që u krijua për të ndaluar këtë. Dhe kjo është vërtet shumë shqetësuese. Ne përsëri jemi në kohë dhe Lëvizja Socialiste për Integrim përsëri ka insistuar dhe insiston me apele konstante nëpërmjet konferencave të shtypit, nëpërmjet adresimit të politikanëve në mënyrë të drejtë për drejtë, nëpërmjet adresimit ndaj votuesve që palët duhet të ulen dhe të votojnë këto 3 ligje. Duhet ta bëjnë sa më shpejt, në mënyrë që Shqipëria edhe në këto 4-5 ditë apo këtë javë të mundet të shpresojë në marrjen e një raporti nga Komisioni Evropian, sepse po nuk u votuan këto 3 ligje, është e sigurt që nuk do ta kemi të mundur që të prodhohet një raport progresi. Sa ko politika është kompromis, zoti Panariti, pse LSI nuk e sheh një formë kushtëzimi votimin e këtyre 3 ligjeve, qoftë edhe me një koalicion të ardhshëm parazgjedhor të palëve? Për shembull, zoti Idrizi Pdius kushtëzon koalicionin e ardhshëm me rezolutën Çame. Pse LSI nuk kushtëzon me këto 3 ligje? Po sigurisht do ta kushtëzojmë. Sigurisht do ta kushtëzojmë. Por mos keni pikë dyshimi që Lëvizja Socialiste për Integrim, por ne presim rezultatet e konventës. Ne presim që të mblitet konventa, e cila padyshim është ajo që do të vendosë. Por ju e dini që në bazë të programit tonë janë proceset integruese europiane dhe ajo forcë e cila do të ketë vullnetin për të arritur gjuhën e kompromisit dhe për të mos penguar, për mos krijuar mekanizma obstruksionizm në avancimin e procesit integrues, do të jetë aleatja e natyrshme, sepse pikërisht ne jemi të orientuar dhe të investuar në avancimin e procesit të integrimit. Dhe padyshim kjo do të ndodhë edhe në formatimin e aleancave të pritshme parazgjedhore. Zoti Panariti, ishte kënaqësi që ju kisha në studio. Faleminderit dhe ju për ftesën.